E projektuar si vitrina e futbollit shqiptar, debri i qytetit jo gjithmonë është i tillë. Incidente në fush, në tribuna dhe mbi të gjitha kontakt fizik ndërmjet drejtuesve të dy klubeve është një tablo që nuk le as pak një shije të mirë. Ashtu si pritej derbi nisi me një tension të madh, një sfidë të cilën asnjë nga dy klubet nuk dëshironte ta humbiste. Partizani luftonte për titullin kampion, ndërsa Tirana për t'i prishur të ëndër. Futbolli në fushë respektoi pritshmëritë, gole spektakolar, grimtë në kufijin të lejueshëm dhe një rezultat që u vendos vetëm në sekondat shtesë. Ajo që nuk pritej ishte përtej futbollit. Fillimisht gjithçka nisi pasi flakëdani të hedhur në fushë nga tifozët e Partizanit. Drejtori i stadiumit Selmas Termasi reagoi duke ia kthyer, një situatë që solli ndërprerjen e ndeshjes për disa minuta. Fundi i takimit shfaqi një tjetër anë të derbit, një sherrë që zgjersoi gjithçka të bukur të ndodhur në fushë. Tifozë që konfrontohen apo funksionar klubesh që përfshihen në zënka. Bilanci ishte as pak sportiv. Drejtori i përgjithshëm i Partizanit Dritan Dervishi përfundoi në spital me hematom në njërin sy, ndërsa 9 tifozë të Tiranës, së bashku me drejtorin teknik të klubit Devi Muka, përfunduan në komisariat.